Salavat e selamet pejgamberit ja dërgojmë. Vazhdojmë me titullin Namazi I të sëmurit, më duket ashtu e ka përkthyer në shqip. Do ta lexojmë pjesërisht, pastaj aty ku është e paqartë do të mundohemi me e komentu pak a shumë. Unë në lexoj. Autori thot: nëse nuk ka mundësi të falet në këmbë ose friksohet se do t'i shtohet sëmundja, nëse falet në këmbë, atëherë falet ulur, bën rukun dhe sejdën. Nëse nuk ka mundësi të bëjë rukun dhe sejdën, bën me sinjalizim. Pra. Këtu e kemi domethënë namazin e të sëmurit, thot nëse nuk ka mundësi më fal në këmbë ose është e pamundur falja në këmbë, atëherë falet ulur edhe bjen në sejdë, në ruku edhe në sejdë. Nëse se ka mundësi me ra në ruku dhe në sejdë, kalon në opsionin B, domethënë opsioni e para më fal në këmbë, me ra në ruku në sejdë. S'munët në këmbë, atëherë falet ul, por e bën rukun edhe sejdën. Nëse s'munët edhe këta, me bën rukun e sejdën, atëherë bën me isharete. Po. Nëse nuk ka mundësi të falet ulur, atëherë falet me sinjalizim ose i shtrir, në atë formë që këmbët t'i ketë të shtrira drejt kibles ose në krahun e tij. Pra ulur ose shtrir. Me kush që, domethënë me pas nëse është shtrir, thot ose fytyrën me pas ka kibla, ose kamët me pas në drejtim të kibles. Kështu e ka përmend autori, po. Kjo vërtetohet me fjalën e pejgamberit a.s. I cili thot: I sëmuri falet në këmbë. Nëse nuk ka mundësi në këmbë, atëherë falet ulur. Nëse nuk mundet, falet i shtrir dhe sinjalizon me sinjalizim. E nëse nuk mundet, atëherë vërtet e drejtë e Allahut është që t'i pranoj arsyetimin e tij. A këtu hadithi, edhe pse tek hadithi ka fjalë, domethënë të rreth saktësisë së tij, kështu në këtë renditje pjesa parë është e saktë, shënon Imam Buhariu, do ta shohim pak më poshtë, por këtë pjesën domethënë nëse s'ka mundësi as me shenja, atëherë Allahu xhel ja pranon shmon arsyetimin edhe ka pi bjen që mos më fal këtë pjesën. Këtu ka domethënë vërejtje si hadith të kjo pjesa, edhe pse është përmend te Ibn Haxherin në Diraje, po ashtu Zejlaiu në Nasburraje etj. Por hadithi ka fjalë, gjithsesi kemi hadithin tjetër të Imran ibn Husajnit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë, lexo. Pejgamberi a.s. I kishte thënë Imran ibn Husajnit: falu në këmbë, e nëse nuk mundesh, atëherë ulur, e nëse nuk mundesh, atëherë falu në krahun tënd. Pra, 3 pozicionet fizike. Falu në këmbë. Nëse s'mon, falu ul. Nëse s'mon, atëherë në krahun tënd. Domethënë i shtrir. Tash në krah, mundet në krahun e djathtë, po s'mundet djathtën të majtën, po s'mundet të majtën në shpinë, po s'mundet shpinë në bark, qysh asi, po i është dhënë është përmend krahu I djathtë. Këtë hadith kush e shënon? Shënon hadithin e ka bërë Tahriq Buhariu, po. 1117 dhe i njëjti gjendet në Musned, po. 1982. Po, 9819. Po. Komplet tahriqin e këtij hadithi, po, shihat. Po, nuk ka nevojë me hyrë në detaje. Po, domethënë. Pra këtu e kemi më të qartë meselen, edhe nuk është përmend kërkon që nëse s'mundet në krah, atë me lan kret namazin. Mirë. Vazhdo. Vlerësohet kështu nga se obligimi është në bazë të mundësisë. Pra, në bazë të mundësisë edhe vepron besimtari namazin, po. Më e mirë është që të falet i drejtuar me fytyrë nga kibleja, që sinjalizimi I tij të jetë në drejtim të kibles. Pa, nëse domos po mundet më fal, ase çysh do që falet ul, më kanë drejtuar ka kibla, falet shtrir me pas fytyrën ka kibla, ajo këmbët, po. Kurse sinjalizimin për sejdën ta bëjmë më ulet se sa për rukun, për shkak të pozitës së tyre. Pra, nëse është fal ul në këtë formë, kur bën ruku, për shembull bën çkaç. Semi Allahu limen hamida ngrihet, pastaj kur ta bën sejdën, po e nxojmë se s'është kjo. E bën sejdën pak më poshtë. E bën gjithmonë rukuja, po them deri në gjysmë sejdja, pak më tepër bjen në e lëviz kokën, po. Po. Autori thot: nëse e ngre diçka deri te koka e tij, që të bëj sejdë mbi të dhe e ul kokën, lejohet. E nëse jo, atëherë nuk lejohet. Mirë. E kemi për shembull çet pozicionin, s'kam kur gjonë përpara, sa është kjo. Edhe tash s'po muj më fal në këmbë. I vjen kjo përmes çarru.
Nëse unë s'muj fare me lëviz trupin, që kjo është lëvizja, qëndrimi. Po muj me marrë një diçka me afru të rukun me ba, këta me afru mangat. Ta një sejtën me prek komplet balin, ama unë s'po muj me lëviz. Po thot nuk lejohet. A nëse unë muj me lëviz pak muj me lëviz në ruku, edhe në sejtë pak ma shumë, po muj edhe me afru tavolinën ose unë e mora librin si shambull. Edhe me ranë sejtë, po thot autori ban, nëse me kusht nëse lëviz edhe trupi, edhe afrohet, kjo mjeti, dhe manë që ke para mjeti, qoftë tavolina, qoftë diçka. A nëse nuk mundet fare me lëviz, po veç duhet komplet mjetin me pru deri te koka, për sejtë atër jo. Nuk e merë këtë veprim. A nëse mundet pak me lujt kokën, atër janë ndihman. Po. Për ta lëvizur kokën, e nëse nuk ka mundësi të ul kokën, atëherë nuk lejohet për shkak të pamundësisë së uljes. Pa, e ka shpjegua, po vazhdo. Autori thot, nëse nuk ka mundësi të bëj rukun dhe sejdën, por ka mundësi të qëndroj në këmbë, ato veprime i bën me lëvizje të kokës duke qenë i ulur. Pa, nëse ka mundësi me nejtë në kamë, nuk ka mundësi me ra në ruku edhe në sejdë, i bën me lëvizje të kokës. Pa, i bën me lëvizje të kokës. Dhe më dhanë, se koka e sinjalizan, pra s'ka mundësi as me lujt trupin, koka sinjalizan rukun edhe sinjalizan sejdën. Pse këto ka pramen, për arsye se tash do të vjen pika tjetër, po. Vlerësohet kështu, nga se qëndrimi në këmbë bëhet për shkak të obligueshmërisë së rukus dhe sejdës, sepse kulmi për ulshmërisë dhe nështrimit arrihet në ruku dhe sejdë. Prandaj për këtë arsye sejdëja është e ligjësuar pa qëndruar në këmbë, siç është sejdëja e leximit dhe sejdëja e harresës. Por se qëndrimi në këmbë vetvetiu nuk është i ligjësuar. Pra, po thot, origjina e namazit nuk është qëndrimi në këmbë, por është rukuja dhe sejdja. Qëndrimi në këmbë është si shkak, do më thonë që për marrë të rukuja të sejdja, rrishin këmbë, pastaj bjen ruku, bjen sejdja. Se një rrin këmbë, bjen ruku, bjen sejdja. Po, për me kuptu si. Prandaj, nëse bie ajo që është baza e ligjësimit të qëndrimit në këmbë, atëherë bie edhe qëndrimi në këmbë. Nëse falet me sinjalizim duke qëndruar në këmbë, lejohet, por se forma e parë, falja ulur, është më e preferuar, sepse i përngjet më shumë sejdës. Tash po. Kem dy pozicione. Nëse s'po muj me ra në ruku në sejdë, por po muj me qëndru në këmbë. Po në këmbë të konë s'muj me ra në ruku në sejdë, du të pinë këmbë me bon shenë. Rukusë të sejdës. Edhe pozicioni dytë. S'po muj me nejtë, a me nejtë ullë, masi s'po muj pinë këmbë, po rinë këmbë, po ruku në sejdën po du të me bo me shenja. A ma mirë me nejtë ullë, e me bo rukun edhe sejdën, rukun pak ma shumë sejdën, po muj me bo taman. Ose po muj me bo pjesërisht, po me lëvizje trupit jo si në këmbë. Atër thot jipët për parësi nuk rishin këmbë, por me bo rukun, si pas mundësive dhe sejdën. Sepse origin, qëndrimi në këmbë dëmëdhan e ka rukun edhe sejdën. Në momentin që a me plëcu ma mirë rukun edhe sejdën, a qëndrimi në këmbë ja pësh për parësi plëcimit të rukus edhe sejdës. Nëse të najtë në këmbë s'mun me ra në rukun sejdës, s'mun me lëviz fare, atër e sakrifikon qëndrimi në këmbë për ta plëcu rukun edhe sejdën. Nuk e sakrifikon rukun edhe sejdën për ta plëcu qëndrimin në këmbë. Kjo është ajo. Edhe pse, sinqerisht, unë kam vretit të përkëthimit, dhe më thonë, është i pa qartë, por unë jam këty në original, dhe më thonë, të veprës edhe e përmenda këtë, po. Autori thot, nëse nuk ka mundësi ta bëj sinjalizimin me lëvizjen e kokës, atëherë nuk e fal namazin. Tash e kemi një tjetër, dhe më thonë, po thot, shamus po mundet më falës në kamas, po mundet më falë në krah, edhe me bo sinjalizim rukun edhe sejdën me kokë. Ose ullur sinjalizimin me kokë. S'po mund as me kokë, jështë zotin arrujt për x arsye, e ka në ngeps trupin komplet. Nëse s'mundet thot me bo me kokë, autori po thot, gjithmonë autori po thot, atër thot bjen namazi, si pas autorit, bjen obligueshmëria namazit. Po, s'ban me bojnë sharete për shamë me sy, ose me mendje, me trum, si pas autorit, po thot. Po? Ashtu si që kemi transmituar më parë, nëse vdes në gjendje të tillë, nuk ka asgjë për të. Pra, a nëse shërohet, se po s'ka mujtë më falë, s'ka gjëna.
Po, nëse shërohet, E nëse shërohet, e vërteta është se ai fal kaza namazin e një dite dhe një nate. mirë, o koni smut, në gips ka nejt 5 muaj dit. S'ka mujt as me i lëviz kokë as kur gja heq. Në momentin që shërohet, si pas autorit, kretë ato vakte nuk i fal. E fal vetëm 5 vaktet e fundit. 5 vaktet e fundit s'fal ma shumë fare. Po. Për të mos rënë në vështërsi, ngjashëm sikur rasti me çmendurin dhe të fikët, për dallim nga gjumi që duhet i fal kaza, edhe nëse janë më shumë se namazet e një dite dhe një nate. Pra, i qmenduri, ose cili ke tjetër, të fikt ati që i ka ratë fikt, ndodhë që më qmend njëri me nejtë 5 dit i qmendur, një javë, ose i ka ratë fikt në koma, ka nejtë 2 javë, ka ardhë në vete, vetëm i falë 5 vaktet e fundit. Por, të njeri që është, që ka zonë gjumi, që ka banë njeri që ka zonë gjumi, edhe nëse ka kalon ma shumë se 5 vakte, mund mi falë, se thot autori, Sepse kjo gjendje zakonisht nuk zgjat më shumë se një ditë dhe një natë. po, dhe më dhanë, sa ka me fjetë, që 2 ditë po fleka, që 3 ditë. Na kemi pas rast ku kemi ndëgju, me pas kemi ndëgju student, dhe më dhanë që e ka falë, ka qenë të mërkurën o shkry mësime, e të premte ka qenë pushim në Medine, dhe më dhanë qëtonën ka fillu mësime. Edhe në talibën dhe më dhanë ka zonë gjumë, ndërkohë shqiptar ka qenë, por nuk e di kush ka qenë. Normale me ditë nuk e përmenim na memon, por nuk e di. Ka ra dhe më thonë premten mas drekës, më falë të mërkurën mas drekës, kur i ka dalë dhe më thonë gjumi ka dalë të premten mas jacis. Edhe ju ka thonë talibë dhe më thonë shokve, nesër mas esër të bo plan për të premten. Dhe të menu që është e mërkur, ka fjetë prej qinis, prej mas drekës, deri një jaci, ka fjetë 4-5 orë. A në fakt ka fjetë dhe më thonë 50 orë, sa i ka ra, dhe më thonë, ma shumë se 50 orë. Për më thonë, këtë kemi pa pastaj edhe talebe gjatë studimeve që ka mësu shumë, ka mësu, ndoshta ka najtë pa gjumë 1 ditë e 1 natë, ose 2 ditë e 2 natë, edhe ka shku në WC, dhe më thonë, me derdhuj, është ullë, shole, edhe kur është këthy, dhe më thonë, mas 1 ore, ka menu që ka najtë 2 minuta, apëtën, 5 minuta e ka zonë gjumin, apëtën. Këto mujnë me ndodhë, por gjithsesi, sa do që ndodhë, nuk ndodhë, apëtën një javë ditë me fjetë njëre. Sigur se disa që dalën e thojnë une, flen ka një javë ditë që me ha një qokolada, që dhe 2 jasë. Ato, 1 kilogram qokolada, ato, edhe ja shtinë dhe më thonë në zemin qëndrore qenit në likur, la ilaha illallah, sa budaldi ka Kosova, subhanallah. E kështu që këthejmë në tim, edhe më thonë se jemi të relaksum dherë si i parë mas një pushimi, edhe më thonë sa dhe me fjetë njerju, i falë kretë vakte qatë sa i kanë ikë. Po, vazhdo. Autori thot, nuk sinjalizon me sytë e ti, as me zemrën e ti, e as me vetullat e ti. Pra dhe më thonë, as me sy, me thonë po binë ruku në sejda, as me zemër, as me vetla. Pra në dhe me vetla, dhe më thonë kështë më falë me vetla. Po. Gjykohet kështu nga se farzi i sejdës nuk mund të kryhet me këto veprime sinjalizime. Andaj, Do më thonë, sejda, për më konsideru, se është farë sejda, namaz, për më konsideru se e pranume du të me bën një levizje që në disa argumentet përgjithshme ose në logjikën e përgjithshme e kapë dhe më thonë logjika që është lloj sejde në këtë formë. E jo dhe më thonë me vetla ose me sy ose me mendje. Se veprimet e mendjes ose të zemrës nuk janë ibadet, nuk janë vepra fizike, po janë dhe më thonë shpirtërore. Njeti po pas e ka ulema, më duket Muhamedi është që ka thonë, jo bana, pëton për arsye se njeti bon, kanë thonë njeti është punë e zemrës, kurse lëvizjet e namazit janë fizike. Prandaj këta që kanë kundërshtu, janë arsyetu me këtë gjë. Po. andaj edhe nuk lejohet sinjalizimi me to, si sinjalizon me dorën apo këmbën e tij, për dallim nga koka, sepse me të realizohet farzi i sejdës. Po, farzi i sejdës. Edhe me kom, për shembull, apo nëse është i bllokuar me kom sinjalizimin e rukus sejdës, po thot autori jo, ose me dorë. Me dorë me ra në ruku, me ra në sejdë, sipas autorit jo. Po. Imam Zuferi thot, sinjalizon me zemrën e tij, sepse me zemër kryen disa farze, siç është niyeti dhe sinqeriteti. Andaj me anë të zemrës kryen edhe farzet tjera. Sipas Imam Zuferit, po lejohet. Do me, a ma mirë, çfarë mendoni ju, ma mirë
Më falë me zemër, mos më falë fare. Unë e kisha dhënë përparësi ma mirë më falë me zemër se sa mos më falë fare. I përgjigjemi atij duke i thënë se sinjalizimi me zemër është niyeti, por ky sinjalizim nuk zëvendëson lëvizjen e gjymtyrave siç është haxhi. Po, vazhdo. Autori thot, nëse një pjesë të namazit e ka falur duke qëndruar në këmbë, pastaj nuk ka mundësi të qëndroj, në këtë rast trajtohet si i pamundëri për mosqëndrimin në këmbë para fillimit. Pra, ka mujtë me falë një rekat 2, pastaj është paraqit një smundje, ju kanë marrë mend, e kanë shku kamët, 2 rekat i ka falë në kamë, ose një, ose pastaj tjerat ullë. A pranohet kjo se gjysën për banë tamam, gjysën për banë me me yzër, me arsuetim, me smundje, me telashe. Thot, banë për arsye se në fillim e ka nisë me një dispozit më të fortë, ka nisë taman. Pastaj ju ka paraqit probleme. Thot, e ka nisë taman, banë me vazhdu pastaj me ra prej më nalt, me ra diçka më poshtë, me plotësu, sikur se ky që ka arsuetim, smundje tjerë. E nëse ndodhe kundërta, e ka nisë ullë namazin, se s'po mund më quë, dhe në moment i ka ardhë forca, rap, a ban tash më quë në kam, thot autori jo, se e ka nisë dispozitën me, dhe më thonë, dëbët, e ka nisë me arsuetim, pastaj më këtuj në originalitet, jo, si pas autorit. Hajtë, të lezëm. Kjo do të thotë, nëse ka mundësi të qëndroj ullur, falet ullur. E nëse jo, atëherë falet duke ushtrirë në shpinë me këmbë drejtuar drejt kiblës. Edhe pse e ka nisë, dhe më në kam, pastaj, si pas mundësive vazhdan. Po. Veprohet kështu, nga se këtu kemi ndërtimin e të doptës mbi të fuqishmen. E kjo lejohet. E fuqishmja u kanë e ka nisë taman. E dopta masane ju ka paraqit smuja, ose më falu ullë, ose shtrirë. Po. Kjo lejohet. Nëse namazin e ka filluar ullur, E kundërta tash. E ka fillu ullë. e ndërkohë i mundësohet të qëndroj në këmbë, e vazhdon faljen për dallim nga mendimi Imam Muhamedit. Vlerësohet kështu nga se ai që falet në këmbë lejohet të falet pas atij që falet ulur, sipas mendimit të Ebu Hanifes dhe Ebu Jusufit, por jo sipas mendimit të Imam Muhamedit. Edhe një lezëm ashtu se mora vesh mirë. Po. Veprohet kështu nga se Jo, manat, pi kuth. nëse namazin e ka filluar ulur, Po. e ndërkohë i mundësohet të qëndrojë në këmbë, e vazhdon faljen, Po, për e dallim vazhdon. nga mendimi Imam Muhamedit. Po, veç pak. Unë e kom kuptu për kësaj që nëse është nis ullë, edhe pastaj i mundësot në kam, nuk qohet në kam, po e vazhdon ullë. Mirë po sikur për këthimin mjep me kuptu që qohet në kam. Allahu e din mas mire që cëlla është ma sakt mundet, dikush do shta në komente, mena po këtu është optan e shtë paqarësia se du të me sëqaru se për emrat në gjuhën arabe, du të me ditë ku po këthehen, apo e vazhdon faljen, ashtu, qysh ashtu? A vazhdon kam, a vazhdon ullë? Këtë do shta në ndihmon dikush në komentën, kur ta qesën video. Po vazhdo a njerë për të fillimi kësaj pike. Nëse namazin e ka falur, e ka filluar ullur, e ndërkohë i mundësohet të qëndrojë në këmbë, e vazhdon faljen, për dallim Po, nga e vazhdon mendimi faljen Imam çka? Muhamedit. Qysh e vazhdon faljen këtu? A vazhdon kam tash? A vazhdon ullë? A kënë tash me cekë, dhe më thonë nëse, e ka njës ullë, po, e ka njës ullë dhe i mundësohet tash në kam, e vazhdon faljen qysh? E vazhdon ullë, a vazhdon kam? Për dallim nga Imam Muhamedi, cili ka thonë, që ka thonë? Vlerësohet kështu nga se ai që falet në këmbë lejohet të falet pas atij që falet ulur, sipas mendimit të Ebu Hanifes dhe Ebu Jusufit, por jo sipas mendimit të Imam Muhamedit. Po. ولو شرع مؤمنا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل لأنه بناء القوي على الضعيف ولا يجوز لمثل ومن جن أو والصلاة بعد صلاة قائم. Nëse vazhdojmë mos ta mendësojmë më mirë, po. Autori thot, nëse namazin e ka filluar ta fal me sinjalizim, e pastaj i mundësohet të bëjë rukun dhe sejdën, Po. duhet filluar nga fillimi. Pastaj mundësohet me bë rukun dhe sejdën. Duhet me fillu, e ka fillu ula, po. Ka fillu me sinjalizim. Me sinjalizim, tash po. E pastaj Domethënë, po. mundësohet të bëjë Tash rukun dhe po. sejdën. E ka fillu me sinjalizim, tash kemi një meselë tjetër. Me shaja. Në momenti është dhënë mundësia me ranë ruku dhe me ranë sejdë. Çka më bë? Sipas autorit duhet me prish namazin me fillu prej fillimit. Ka fillu me dopt e ka vazhdu me të fort, duhet me përsërit. Po.
Po, vazhdo. Nuk lejohet, sepse në këtë rast paraqitet ndërtimi i më të fortës mbi të dobtën, andaj edhe nuk lejohet. Po, Kush humbet vetdijen apo sëmuret mendërisht dhe kjo gjendje zgjat 5 kohë të namazit, ato namazit duhet bërë kaza, por jo më shumë se kaq. po, veç 5 vakte, sipas domethënë, nëse çmendet ose humb vetdia, po. Për shkak të largimit të vështërsisë, kjo dispozit vërtetohet nga hadithi i Omerit, birit të tij dhe El Khudriut. Po, Ebu Sejt el-Khudriut, po. Po. E bani fej përmen këto, po nëse mirë. Kjo domethënë në rregull, po. Po. Vazhdo. I sëmurit që ka plagë, e nën robë është gjithnjë i ndotur dhe sa herë që ti ndërohet roba me njëherë i ndotet. Domethënë, po, ka një plagë e cila nuk mbyllet kur, domethënë i del gjithmonë kelb ose diçka, ajo është pa pastërti, që në fakt domethënë e prish abdesin sipas Imam Ebu Hanifës. Edhe nëse ndaja sa dush tesh, ata gjithmonë e ka të hapur plagën. Çka më bën këtë rast, po? Ai falet në atë gjendje, i kthyer ka kibleja. Çfarë, falet, domethënë në çat gjendje, po. Ngjashëm është edhe nëse roba nuk i ndotet, por se i shtohet sëmundja ose i shkakton vështërsi prej lëvizjes. Po. I sëmuri që është mbi mjetin e udhëtimit, i cili nuk mund të zbres dhe nuk ka kush e zbret nga mjeti, Po nuk mund të zbres vet, as ka kush më e zbrit. Çka bën? Ku falet, çu falet? Po. ai edhe namazet farze i fal mbi mjetin e udhëtimit me sinjalizim. Me sinjalizim. Mbi devën e vet, kalin e vet, kudo që është domethënë i fal me sinjalizim, ose edhe në autobus ose dikun tjetër me sinjalizim. Po. Ngjashëm është dispozita e atij që nuk mund të zbres nga mjeti i udhëtimit për shkak të sëmundjes, shiut, baltës apo për shkak të armikut. Pa. Kemi edhe një situatë tjetër, edhe nëse është i shnush, po është ora shumë shi, është bën shumë lloç toka, s'ka ku me ranë se nuk u asën sejdë, ose ka armikun për ekse arsye ju ka pamundësu me zbrit prej mjetit të udhëtimit, autobus, makinë, deve, kal, atër falet domethënë mbi mjetin e tij të udhëtimit. Po. Vlerësohet kështu sepse transmetohet se pejgamberi a.s. ishte në udhëtim dhe përfunduan në një ngushticë, e erdhi koha e namazit dhe filloi shiu. Qielli nga lart lëshonte shi, e nga poshtë ishte balta. Pejgamberi a.s. u dha leje për thirrjen e ezanit dhe ikametit. Ai doli para tyre, duke qëndruar mbi mjetin kafshën e udhëtimit dhe u afali atyre namazin me sinjalizime në atë formë, që sejdën e bën pak më të ulët se sa rukun. Pra nuk kanë zbrit prej kafshës, edhe pse hadithi domethënë ka fjalë rreth tij, mirë po gjithsesi domethënë si dispozitë është e përmendur që më u fal mbi kafshë dhe farzin, po, në këtë rast. Sepse nëse nuk ka mundësi të zbres, atëherë i bie obligueshmëria si në rastin e frikës. Është po. Nëse u lejohet atyre namazi hipur mbi mjetin e udhëtimit, atëherë detyrimisht duhet falur me sinjalizim, sepse mbi kafsh nuk mund të bëhet as rukuja e as sejdëja, ashtu si sqaruam më parë. Po. Këtu është përmend mbi kafsh. Por nëse mjet udhëtimit nuk është kafsha, është aeroplani, është autobusi. Atëherë nëse është e mundur lëvizja, domethënë se kemi dy pozicione, një, më fal mbi kafshë, edhe dyta, më fal me sinjalizime, a më qun kam, domethënë me fal, edhe më ranë rukun sejdë, nuk mundet më qun kam mbi deve, me ranë rukun sejdë, atëherë falet ul çashtu, veç bën me shenja. Por nëse mbi mjetin e udhëtimit është mjeti i udhëtimit që jepet mundësia më fal në kam, edhe me ranë rukun, me ranë sejdë, atëherë obligohet, edhe pse është në mjet të udhëtimit, në autobus ose në aeroplan, është vendi i caktuar ose korridori, ku mund të me fal namazin, atëherë domethënë e fal namazin, tamam kam me ruku me sejdë. Po. Nëse ka mundësi të zbres, por nuk ka mundësi të bëj rukun dhe sejdën për shkak të baltës, atëherë falet në këmbë me sinjalizim për shkak të pamundësisë së kryerjes së rukus dhe sejdës. Pse kështu për arsye se a mi dhon përparësi edhe mbi kafsh, edhe pa ruku edhe pa sejdë? Jo. Atëherë kalojmë te opsioni më i lehtë. Qëndrimin kam në tokë. Po pa ruku pa sejdë. Domethënë një plotson bile qëndrimin kam e plotson, po. Nëse falet hipur mbi mjetin e udhëtimit e ndalon mjetin, sepse nëse mjeti është në lëvizje, atëherë me lëvizjen humbet edhe drejtimi, e kjo nuk lejohet në namaz. Pra domethënë më kthy kafshën me kthy ka kibla. Ka kibla. Nëse është në autobus ose dikun edhe është tu ecë autobusi drejt, në këtë drejtim, për shembull, kibla është për shembull kështu.
atër kthehet në autobus në çfarë drejtimin ka, është kibla. Është kibla. Nëse lëviz autobusi ose mjeti i udhëtimit, domethënë s'është nal për x arsye, ose ndërkohë ka lëviz pak, atër mundohet me u kthy sipas mundësive prapë nga kibla, pse është kthy prapë lëviz sipas nevojës, drejtimin e kiblas. Nëse nuk ka mundësi ta ndaloj mjetin, atëherë falet duke lëvizur mjeti, ngjashëm si në gjendjen e frikës. Po, edhe pse po lëviz, por ai i jep kapak, mundohet me dhënë drejtim ka kibla, kafshës së tij, nëse është e mundur. Gjithmonë opsioni nëse është e mundur është valid sipas mundësive. Po. Ai i cili është në anije, E tash kapitull tjetër, kafshën e kuptuam, dhani smuti mbi kafshë tash edhe në anije. ai i cili është në anije, nëse ka mundësi të dalë në Bregdet, është e preferuar që të dalë, E preferuar, nuk është obligative, po. në mënyrë që të falet në këmbë duke bërë rukun dhe sejdën. Po këtu sipas kësaj shenjave që në mënyrë që të bëjë rukun edhe sejdën në të rinkam. Ne e kuptu se është fjala për anije, që zakonisht janë të vogla, sepse na kemi anije që janë varka, po janë sikurse shtëpia të mëdha që aty se marrësh vesh ai anija je në pallat mbretëror, po. Aty s'ka nevojë, s'është e preferuar, as s'ka nevojë me edhe falet në kam pa problem, edhe bën ruku edhe sejdë, po. E nëse falet në anije, lejohet për shkak të kushteve ekzistuese. Nëse anija është ndaluar në breg, atëherë falet në këmbë, sepse ka mundësi të plotësojë të gjitha shtyllat e namazit. Nëse anija është në lëvizje, falet në këmbë. E nëse falet ulur, edhe pse mund të qëndrojë në këmbë, namazi i tij është i vlefshëm, por se ka bërë mëkat. Po. Për arsye se friksohet mos po rrezohet ose uji pe lëvizje dhe ka dikush frikë etj, falet ul. Nëse ka arsye mirë, nëse s'ka arsye dhe falet ja përparsi ulët, thotë ka mëkat, po. Imam Ebu Jusufi dhe Muhamedi kanë thënë, nuk lejohet të falet ulur, sepse qëndrimi në këmbë është shtyllë e namazit. Kështu që nuk lejohet lënia e kësaj shtylla dhe konsiderohet sikur të ketë qenë e lidhur anija. Sipas Ebu Hanifes lejohet, për shkak të asaj që ka transmetuar Ibn Sirini, i cili ka thënë, na doli neve Imam Enesi në lumin Ma'kil në kuvertën e anijes, Enes ibn Malik është për qëllim sahabi, po. Në kuvertën e anijes, po. duke qenë ulur, si dhe ne ishim ulur pas tij. Vlerësohet kështu nga se në të shumtën e rasteve, nëse anija është në lëvizje, njeriu bën lëvizje dhe rrotullime të kokës. Atëherë në të shumtën e rasteve dispozita anon nga ajo, lehtësimi. Për shembull, udhëtimi e lodh njeriu. Pra, në të shumtën e rasteve ka vështirësi. Atëherë zbatohet edhe lehtësimi. Ngjashëm edhe në këtë rast, për dallim nga rasti kur anija është e lidhur, sepse kur është e lidhur, ajo merr dispozitën e tokës. Nëse anija sillet gjatë udhëtimit, edhe falsi namazit sillet ka drejtimi i kiblës, sepse për autobusin, po, që përmendëm, po. sepse ai ka mundësi të sillet pa ndonjë vështirësi. Prandaj kjo shtyllë nuk i bie nga obligimi, ngjashëm siç sillet në tokë. Kjo ka dallim nga ai që është mbi shpinën e kafshës, sepse ai mbi shpinën e kafshës e ka të pamundur të sillet. Prandaj i bie edhe obligimi i kiblës. Përveç nëse në të kafsha, domethënë nëse është e nalur kafsha, por për arsye se ajo han ushqim, domethënë edhe lëviz gjatë majt, asaj mundohet me drejtu pak ka kibla kafshën. Po ashtu që është përmend këtu që më fal ul po nëse është anija e vogël edhe domethënë Ebu Hanife ose Enes ibn Maliku që është fal, nëse lëviz me dallgë dhe ka frikë, falen, por nëse është e madhe në atë gjendje domethënë që s'lëviz, atëherë si më fal ul, duhet më fal në kam. Pra këta janë pak a shumë normal, dispozitat e të sëmurit edhe faljes mbi kafshë, mbi anije, krejt të lidhura me mundësinë. Nuk du tash t'i përsëriti, po besoj që janë qarta si bazë e kësaj mesele. Gjithsesi, ne themi Islami ka lënë alternativë për çdo situatë, për çdo gjendje dhe s'ka askush arsye me thonë s'po falem se kështu po duhet me pyet edhe me gjetë alternativën. Allah na fat në përmirësoft, walhamdulillahi rabbil alamin.